flasim për protestat, për situatën e protestuesve të ndaluar. Me mua në studio është bashkuar avokati Ervis Çela. Avokat, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Fillimisht, avokat nga ana juridike ligjore, kjo situatë e të arrestuarve në raport me ligjin, si është aktualisht? Tani, pjesa e protestës është një drejtë që është e sankcionuar në kushtetutë. Dhe kjo është një debat që ne kemi elaboruar edhe në për studio televizive, por edhe në për gjykata. Sa herë ka pasur arestime të protestuesve. Në shumicën e rasteve dhe në protestat pararendse të kësaj, është evidentuar që të gjitha arestimet që janë bërë protestuesve, nga gjykata janë evidentuar dhe është vendosur që arestimet kanë qenë të palishme. Dhe në momentin që arestimet janë konsideruar të palishme, me njëherë është urdhëruar lirimi i protestuesve dhe vetë nga organi i prokurorisë është vendosur mos fillimi i procedimeve penale karshi tyre. Tani çfarë ndodh? Në protestën aktuale dhe protestuesit që tani më janë në masë sigurimi, le të themi, në pritje të vlerësimit të masës sigurimit nga ana e gjykatës, duhet të kalojnë 72 orë sipas procedurës, deri në 72 orë që gjykata të shprehet në lidhje me vlerësimin e masës tyre, që do të thotë gjykata mund të vendosë që arestimet e tyre janë të palishme dhe të urdhërohet me njëherë lirimi tyre, ose në rast se do të gjykojë që ka element të një vepre penale të konsumuar nga ana e tyre, do duhet të vlerësojnë në çfarë mase sigurimi do duhet ata të qëndrojnë. Kjo edhe në frymën e vendimarrjes së fundmit të gjykatës së lartë sa i përket vendimit unifikues në lidhje me masat e sigurimit, ku është shprehur që masa e sigurimit arrest me burg është masa më ekstreme që gjyqësori mund të përdorë. Dhe vetë ligji dhe kodi procedurës e përcakton qartë dhe thotë që është masa më e fundit që mund të përdoret kur asnjë masë tjetër nuk është e përshtatshme. Dhe këtu do duhet të vlerësohet në mënyrë individuale, pasi përgjegjësia penale është individuale dhe jo në grup, le të themi, për të gjithë. Do duhet vlerësohet në mënyrë individuale se cili prej tyre në lidhje me veprimet apo mos veprimet që ai ka kryer gjatë protestës, pastaj duke lidhur dhe me personalitetin e çdo personi. Pra, moshën e tij, pjesën e precedenteve penale etj me radhë, për të shkuar në përcaktimin e një mase sa më të dur dhe të drejtë sipas ligjit. Por ajo që ne vëmë re nga momenti aktual është ngritja e akuzave ose akuzat e pretenduara nga ana e policisë që janë përcjell prokurorisë në lidhje me veprat e kryera, pra këtë do të thosha. Dhe këtu ka një nonsens të madh, sepse në momentin që zhvillohet një protest dhe duhet t'ia bëjmë dije qytetarëve që me vendim të gjykatës kushtetuese është përcaktuar që për të zhvilluar një protestë nuk ka më nevojë për leje. Pra, më përpara, procedura kërkonte që grupi organizator i një proteste duhet të merrte leje dhe pasi miratoi leje, ai mund të zhvillonte protestën. Ndërsa tani më duke qenë se protesta është një drejtë kushtetuese, mjafton që një grup nismëtarësh apo organizator të protestës të bëjnë njoftimet përkatëse pranë policisë së shtetit që do të zhvillohet protesta, dhe ky është thjesht një njoftim që policia e shtetit të marrë masa për mbarvajtjen e saj dhe të mos ketë probleme gjatë zhvillimit të protestës. Tani, kur ne shikojmë akuza si prishja e qetësisë publike apo bllokimi i qarkullimit rrugor, bëjmë pak nonsens me vetë protestën. Nuk mund të ketë protestë pa zë. Dhe nëse protesta është e zhurmshme, ne nuk mund të akuzojmë protestuesit që prishin qetësinë publike, sepse në vetvete protesta e ka pjesë integrale të saj, pjesën e thirrjeve dhe pjesën e zërit të ngritur. Apo bllokimi i rrugëve, në momentin që do zhvillohet një protestë dhe ka një grumbullim të madh qytetarësh, sigurisht që nuk mjaftojnë trotuarët, por do të zihet edhe rruga. Por kjo nuk bëhet me qëllim pengimin e mjeteve apo mos funksionimin e rrugëve, por për zhvillimin e protestës. Ndaj dhe bëhet njoftimi përkatës pranë policisë së shtetit, e cila duhet të marrë masa për të devijuar trafikun në rrugë të tjera dytësore apo alternative në mënyrë që edhe protestat të zhvillohet në mënyrë të rregullt. Tani në këtë logjik, avokat, sa rrezikojnë që një pjesë e mirë prej këtyre akuzave pra të merren të mirëqenia nga gjykata, të vlerësohen mirëqenia nga gjykata, dhe një pjesë, pra cilat janë ato më të rrezikuara, le të themi? Atëherë, siç e thash, përgjegjësia penale është individuale. Dhe për të dalë në një konkluzion të saktë dhe të qartë, do na duhet për secilin prej tyre të shikojmë akuzën e ngritur në mënyrë individuale dhe provat ku pretendohet akuzat që janë ngritur karshi tyre. Sigurisht që në qoftë se nuk ka prova të një veprimi të kundralishëm apo një veprimi që konsiderohet apo ka elemente një vepre penale,
në precedentin ndaj e përmenda më sipër, në precedentin e protestave të mëparshme të kryera, sepse ne kemi parë ngjarje të tilla edhe më të rënda në protestat e 10 janarit që janë zhvilluar para kryeministrisë, ku arrestuan dhe u proceduan me dhjetra e dhjetra protestues, dhe për të gjitha ata gjykata vendosi që ishin arreste të paligjshme dhe prokuroria i pushoi procedimet, madje kemi shkuar më tej se sa aq ndaj të gjitha veprimeve të policisë së shtetit, atyre efektive që janë aty, apo dhe ndaj atyre që janë në zinxhirin drejtues që kanë dhënë urdhrat e paligjshëm për të arrestuar protestuesit, kemi drejtuar ankesa pranë Agjencisë Mbikëqyrjes Policore për të mbikëqyrur dhe për të analizuar veprimet e policisë së shtetit, a kanë qenë në proporcion me dhunën e pretenduar nga karshi policisë së shtetit nga protestuesit. Kështu që në gjykimin tim, në masën më të madhe, të gjithë protestuesit do të lirohen menjëherë dhe arrestimet e tyre do të shpallen të paligjshme. Dhe procedim për ta nuk do të ketë. Përpos, thash, duke u bazuar vetëm në pamjet filmike që ne kemi parë gjatë zhvillimit protestës dhe arrestimeve përkatëse, mundet për individ të caktuar të cilët kanë kryer veprime me sende të forta, karshia asaj që konsiderohet pronë publike, mund të klasifikohen tek ajo vepra penale që është prishja e pronës publike. Pra, për ata mund të ketë një procedim të filluar, pastaj pjesa e masës tash, në frymën edhe të vendimit të gjykatës lartë, nuk është e thënë që të jenë në mas arrestin në burg, mund të jenë në detyrim paraqitje, mund të jenë në arrest në shtëpi, por ndaj tyre mund të fillojë një procedim penal për sa i përket vetëm atyre veprimeve aktive që kanë të bëjnë me pronën publike. Ndërsa sa i përket të gjithë protestuesve të tjerë, të cilët thjesht kanë marrë pjesë në protest, apo kanë ngritur zërin, apo kanë bërë thirrje, në mënyrë absolute do të ketë një vendim mos fillimi karshi tyre. Ndërkohë, ministri Lamallari tha se policia ka ndërhyrë vetëm kur ka patur shkelje ligji. Tani në gjitha këto që edhe i shpjegove avokat shumë mirë, ku është shkelja e ligjit? Pra ku mund të jetë shkelur ligji që policia ka ndërhyrë? Pra cila merret? Tu është debati dhe diskutimi sepse nga protestuesit pretendohet që ishin në mënyrë paqësore të ulur para kuvendit dhe janë provokuar nga forcat e policisë. Tani nuk mund të konsiderohet që është një thyrje e këtij rregulli apo e ligjit nëse protestuesit tentojnë dhe avancojnë karshi një kordoni policor, sepse për atë është i vendosur. Ne kemi parë protesta jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Nuk mund të ketë një protestë që nuk ka një ballafaqim, të themi, me forcat e policisë, por nuk është ajo prekja apo kundërshtimi i forcës policisë. Pastaj nga ana tjetër pretendohet që policia ka respektuar ligjin dhe ka zbatuar ligjin në kryen e këtyre arrestimeve, por vetë nga pamjet filmike që ne shikojmë janë bërë arrestime në lokale. Janë bërë arrestime duke i gjumuar protestuesit me vrap. Atëherë kjo do të thotë që nga ana e policisë shtetit kanë qenë të identifikuar personat që duhet të arrestoheshin, sepse ti në një turn protestues nuk mund të shkosh me vrap për të kapur njërin, ndërkohë që ke të tjerët aty. Që po bënin të njëjtin veprim. Nuk mund ta them me sigurinë 100%, sepse atë e din ata që ishin prezent aty dhe një fat i mirë është sa i përket dhënies së drejtësisë, që është një vend ku ka me 10 kamera. Kështu që unë besoj që dhe prokuroria, por edhe gjykata do t'i marrë për bazë dhe do t'i analizoj shumë mirë të gjitha pamjet për të vlerësuar pasaj se cili ka qenë veprimi i protestuesve dhe cili ka qenë veprimi i policisë shtetit dhe a ka qenë në proporcion apo jo me këtë, sepse policia shtetit vërtet duhet të mbrojë ligjin dhe duhet të mbrojë integritetin e institucioneve, por nga intensiteti i përplasjes, le të themi, të protestuesve me forcat e policisë, ne nuk pam që kishte një tentativë për të marrë në zotrim godinën e parlamentit apo e tjerë me radhë. Pra, nuk është se kishte një cënim të rendit kushtetues apo godinave të rëndësisë së veçantë që kërkonte një ndërhyrje, domethënë të asaj force apo atij intensiteti, kur edhe pam që edhe vetë forcat policisë shtetit të themi marë fryma nga ato sprajtet e shumta apo nga ato bomblat e gazit të hedhura nga kolegët e tyre që ishin me maska, ndërkohë që ata të rreshtit parë nuk ishin maska as ata vetë. Dhe e fundit doja të thosha në lidhje me përplasjen me forcat e policisë, unë mendoj që nuk ka një qytetar të vetëm në Republikën e Shqipërisë i cili e ka urrëtitjen direkt me forcat e policisë shtetit.
Edhe ata që punojnë në policinë e shtetit janë qytetarë si ne, edhe ata vuajnë pagat e ulta, edhe ata vuajnë orët e mbingarkesës së papaguara, ata vuajnë të gjithë vojtjet që ka çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë, kështu që nuk është qëllim në vetvete asnjë atyre për të ushtruar dhunë karshi protestuesve. Por ndonjëherë urdhrat e dhëna nga lart, në thonjsa, gjithmonë bëjnë që të ketë veprime të palishme. Ndërkohë, a mendoni avokat se sjellja ose kjo sjellje e policisë do t'i nxjisë më shumë protestuesit? Nëse ne do të marrim për bazë se kush ishte zanafilla e kësaj proteste të madhe qytetare, ishte pikërisht ajo sjellje arrogante e atyre punojësve të policisë private në Zvërnec, por edhe mos reagimi i forcave të policisë shtetit ka shi sjelljes së tyre arrogante dhe njerëzore, mund të them unë, ka shi atij qytetari që po protestonte. Pra mjaftoi një qytetar i marrë zvarë, le të themi, dhe ushtruar dhunë karshi tij në mënyrë të padrejtë dhe nxiti një zemërim të madh qytetar dhe na çoi në një protestë si nuk është parë ndonjëherë. Si nuk është parë ndonjëherë. Atëherë, si mund të mos mendojmë ne që nëse karshi këtyre protestuesve, të cilët kanë treguar që për 34 ditë me radhë kanë bërë një nga protestat më model, jo vetëm për Republikën e Shqipërisë, por edhe mbar rajonin, një protest madhështore, një protest me të gjithë qytetarët aty, me sjellje totalisht të rregullta dhe pa prekur asnjë lule të vetme në shëtitjen që ata bëjnë në qytetin e Tiranës. Atëherë, nëse nga forcat e policisë do të ketë një reagim i cili te i kalon kompetencat e tyre, te i kalon të drejtat e tyre për një mbarvajtje të një proteste, sigurisht që edhe zemërimi popullor duket i pashmangshëm më pas. Ju, avokat, personalisht, jeni për protestë paqësore, pra të vazhdojë siç ka qenë në ditët më përpara, apo mendon se rebelimi ndoshta do të sillte reagim? Protesta paqësore është ajo e cila i përmbush të gjitha kërkesat e atyre që janë aty. Që do të thotë, madhështinë e saj dhe forcën e saj, kjo proteste ka te numrat dhe tek gjithë përfshirja e qytetarëve. Unë nuk mendoj që është nevojshme të shkohet në veprime të jashtëligjshme, të kundralishme. Pra mendoni se do të paksojnë numrat nëse do të ketë rebelizëm? Jo, nuk mendoj atë gjë, por nuk e mendoj të nevojshme që të shkojmë në veprime të kundralishme, sepse efektin kjo proteste e jep me numrat e saj, e jep me konsistencën e saj, e jep me qëndrueshmërinë e saj dhe të gjitha mesazhet përcillen si dhe qytetarët e tjerë që nuk kanë mundësi të marrin pjesë apo dhe në arenën ndërkombëtare. Nuk është e nevojshme të kryen këto veprime, por nga ana tjetër mendoj që edhe këto veprime që janë kryer nuk është se janë pjesë e një skenari të menduar, por janë pjesë e një situate aty për aty të provokuar dhe që ka eskaluar. Dhe nga ana tjetër, sigurisht një protestë e cila zgjat për 30 e sa ditë me radhë, dhe në momentin që arroganca e cila e inicioi të gjithë këtë protestë vazhdon dhe ende ky zë qytetar kaq i madh nuk dëgjohet, sigurisht që mund të paramendohet që mund të eskaloj i gjithë ky zemërim qytetar, sepse zemërimi, mlefi ndaj kësaj arrogance i ka çuar ata në këtë protestë. Avokati the që nuk ka një plan te këto protesta, por në fakt ti ke qenë pjesë e protestave që ditët e para, që ditën e parë, çfarë plani do të ketë në vijim? Si do të vijohet kjo protestë? Si do të vijoj protesta? Protesta, nëse do të kishe pasur një program, do të dinim që ditën e parë dhe do e thonim që ky është programi, kështu do të vazhdoj edhe kështu do të përfundoj. Nuk mendon se ka ardhur momenti për të patur një program, një organizim ndryshe? Deri në këtë moment, kjo protestë qytetare, nëse ne do të shikojmë modelet e protestave më të mira të ndodhura në botë, ku qytetarët revoltohen karshi një pushtetit të zgjatur dhe arrogant, i ka çekuar të gjitha ato çfarë duhet të bëjë një protestë. Pra, mesazhet i ka përcjell, gjithë përfshirjen e ka, konsistencën, qëndrueshmërinë e ka. Nëse mendoj që kjo protestë do kalonte java e parë dhe do të shuhej, do kalonte java e dytë do të shuhej, do fillonte botrori dhe do të shuhej, do fillonte vapa dhe do të shuhej, tregoj që jo vetëm që nuk u shua, por numrat u rritën. Në qoftë se ne pastaj ecim me këto analizat e numrave që bëjnë disa në përrjete, domethënë qoftë edhe nga qeveria, domethënë përfaqësues të saj që ishin më pak, ishin më shumë, sigurisht që nuk bëhet ajo analizë në çdo ditë apo në çdo orar të saj. Ne kemi parë që ajo vazhdon në mënyrë konsistente, numrat janë dhe numrat nuk janë thjesht dhe vetëm në shesh.
duhet parë edhe mbështetja mbar qytetare që ajo merr në rrjet, merr në komente, sepse jo të gjithë qytetarët e kanë mundësinë që të dalin në shesh. Por ajo efektet e saj i ka bërë dhe një efekt tjetër që e ka të matshëm është edhe vetë retorika e kryeministrit. Pra nëse në ditët e para të themi nuk merre në konsiderat kjo protestë dhe mendoj që do shuhej shumë shpejt, prap edhe pse nuk do ta pranoj se s'ka se si ta pranoj në mënyrë absolute, por prap sërish thot, shiko se ndërmjet atyre ka qytetarë që janë të ndershëm, ndërmjet atyre tezave që idhen aty ka gjëra të drejta, atëherë çfarë tregon kjo që mesazhi ka shkuar dhe tek ai? Pra edhe ai tani më nuk i mbyll dot as syt as veshët ka shik ti zëri të madh qytetar. E qartë. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit juve.